A e dini se me 1 tetor, zyrtarisht nis muaji roz, një fushat botërore që i kushtohet vedisimit dhe luftës kundër kancerit të gjirit. Ky muaj është i dedikuar grave, nënave, motrave, vajzave tona, një thirrje e fuqishme që shëndeti i gruas të mos anashkalohet, por të vendoset në qendër të kujdesit të përditshëm. Në këtë periudhë, e gjithë bota bashkohet në ngjyrën roz. Shumë institucione, kompani dhe organizata ndryshojnë llogët e tyre duke i mbuluar me shenjën roz, për të përhapur mesazhin e ndërgjegjësimit dhe për të kujtuar se çdo kontroll i rregullt mund të shpëtojë jetë. Kjo ngjyrë simbolizon jo vetëm forcën dhe shpresën, por edhe solidaritetin e të gjithë grave që përballen me këtë sëmundje. Kanceri i gjirit është një nga sëmundjet më të përhapura tek gratë, por kur zbulohet në kohë, shanset për shërim janë shumë të larta. Prandaj ky muaj nuk është thjesht simbolik, është një ftesë për të vepruar, për të bërë kontrolla të rregullta, për të mos i injoruar simptomat dhe për të folur hapur me mjekun. Në këtë rrugtim nuk mungojnë as mbështetjet emocionale. Një shembull frymëzues është nëna e këngëtares së njohur Rita Ora, e cila është pjesë e një organizate që mbështet dhe fuqizon gratë e prekura nga kjo sëmundje. Tetori është muaji i ngjyrës roz, por mbi të gjitha është muaji i shëndetit, i dashurisë për jetën dhe solidaritetit. Është një moment për të kujtuar se kontrolli i hershëm nuk është vetëm një përgjegjësi personale, por është edhe një dhuratë për familjen dhe për të gjithë ata që na duan.